ne do të përpiqemi të kalojmë në dimension tjetër, siç i ka hije në komunë të zhvilluar. Malisheva do të ketë rend urban, të ketë pishinë gjysmë olimpike, pra me që e kemi burimin e bojë, ne do të sigurojmë ujë të pijes për secilën familje, do të ndërtojmë nën stacionin energjetik në bashkëpunim me KOS-in dhe qeverinë, do të modernizojmë kanalizimin dhe kolektorët e ujrave zeza, do ndërtojmë 2 impiante për trajtimin e ujrave zeza. Pra, jetë të dinjiteshme duke siguruar ujë dhe energji, jetë të shëndetshme duke larguar ujrat e zeza nga mjedisi. Prioriteti ynë i katërt është të hapim dyert e institucioneve për rininë dhe gratë. Du të marrë fund nomenklatura vjetër politike në Malishevë, pra e burrave, dhe jeta publike tjetë të gjithë dhe barabartë. Gratë dhe rinia do t'jenë në komunë, do t'jenë në shkolla dhe në udhëheqje të ndërmarrjeve publike. E kemi aktualisht vesh një grua drejtore shkolle dhe do bëjmë maksimumin që kjo të bëhet spaku 50-50. Por Malisheva nuk merret vesh për këto nevojat bazike. Ne do të përpiqemi të kalojmë në dimension tjetër, siç i ka hije në komunë të zhvilluar. Malisheva do të ketë rend urban, dhe ky rend sigurohet, duhet investohet në unazën e qytetit, rrugët që shpihen deri te unaza e qytetit, të ketë pishinë gjysmë olimpike, pra me që e kemi burimin e bojë, të kemi objekt multifunksional ku ushtrojnë aktivitete rinia, OJC-t, gratë, pensionistët, të kemi sallë kinemas e të ekspozitës e kështu me radhë, dhe Malisheva e vuan pasojën e mungesës së mirëmbajtjes së hapësirave publike, hapësirës së varrezave, memorialeve, trotuareve, ndriçimit e kështu me radhë dhe lumenëve në qytet, dhe ne do të themelojmë ndërmarrjen e re komunale, e cila do të mirëmbajë secilën hapësirë për të siguruar qytetarët që të jenë sigurt në ambient publik dhe të mos ballafaqohen me këto probleme të përditshme. Do të japim fond infrastrukturës në të gjitha fshatrat e Malishevës në kuptimin e përmirësimit të kushteve të ndriçimit, të trotuareve, rrugëve vlidhëse, të gjitha do të lidhen me shkollën e fshatit dhe kështu përfundimisht që do të bëhet pa selektime dhe pa anime partijake. Ne do të ndërtojmë salla të sporteve përveç se digitalizim në secilën shkollë.